Vendimi i qeverisë për të akorduar 4 milion euro për organizimin e koncertit të Kanye West përmes një akti normativ që përdor fonde nga fondi i emergjencës ka shkaktuar debat të gjuhur publik dhe reagime të shumta në rrjetet sociale. Përballë kritikëve, kryeministri Edi Rama ka mbrojtur vendimin duke e cilësuar atë si një ndërhyrje të domosdoshme për të shmangur dështimin e një eventi që sipas tij do të sillte mijëra vizitorë në Shqipëri dhe do dëmtonte imazhin e vendit përballë qytetarëve nga rreth 80 shtete që kanë blerë biletat. 4 milion euro në minutën e fundit për të mos humbur një mundësi fantastike promovimit të Shqipërisë turistike për një nga komunitetet më të mëdha të botës, dashamirësit e muzikës për të stimuluar ekonominë, e cila sa për një shembull, sipas UEFA-s, pati një hyrje prej 160 milion eurosh nga finalja e Conference League, ndërkohë që nga ky koncert në kushtet e vështirësuara artificialisht prej dështakëzemrakëve në ne llogarisim jo më pak se 100 milion euro të ardhura. Mjafton të shihet shpërthimi i rezervimeve në booking.com për të premten, të shtunën e të dielën për të krijuar një ide të përfitimit direkt ekonomik për familjet, bizneset dhe arkën e Bashkisë së Shtetit, nga rritja e konsumit pa llogaritur këtu fare, përfitimet e shtrira në kohë. Një pjesë e kritikave janë përqendruar te fakti se qeveria ka financuar një aktivitet privat, ndërkohë që sipas kundërshtarëve, sektorët si shëndetësia ka nevoja më urgjente. Mirë ky popull e mirë çdo i sëmur, po të mbeteshin në kthetrat e këtyre zabrahanëve digjital, të mbështetur në këtë rast nga duart e armiqve dashakeqës të Shqipërisë, të cilët lëshojnë pa pushim helm në kanale sociale përmes 10 mijëra profilesh falco, duke përfituar nga etja për pushtet dhe kokëboshësia e uzurpatorëve të protestës qytetare. U kujtoi të tërëve se vetëm pak ditë më parë ne nxorëm 15 milion euro plus vetëm për ilaçet e të sëmurëve me kancer dhe 5 milion për aparatura mjekësore, dyfishuan mbështetjen për personat me aftësi të kufizuar dhe mbështetëm kujdestarët e tyre, dyfishuan mbështetjen për fëmijët me aftësi të veçanta, dyfishuan financimin e startupeve, dyfishuan garancinë sovrane për programin Dyfisho biznesin tënd, financuam një paketë të tërë ekstra për zhvillimin urban e rural, mbrojtjen dhe të gjitha këto e të tjera akoma ishin dhe me aktin normativ të fundqershorit, ku qershia mbitort ishte padyshim bonusi i pensionistëve. Në reagimin e tij, kryeministri akuzoi kundërshtarët politik që sipas tij grupe që kanë privatizuar protestën qytetare dhe po përpiqen të manipulojnë opinionin publik dhe të pengojnë zhvillimin e vendit. Rama u shpreh se fushata e kritikëve nuk do ndikojë në vendimet e qeverisë, duke kumgullur se investimet në organizimin e koncertit do të sillë përfitime afatgjata për ekonominë dhe promovimin ndërkombëtar të Shqipërisë.